Temperaturat e larta të ditëve të fundit kanë sjellë rritje të numrit të vizitave në shërbimin e pediatrisë në Spitalin e Korçës. Çdo ditë paraqiten deri në 45 fëmijë, kryesisht me shqetësime të traktit gastrointestinal, si të vjella, diare dhe në disa raste temperaturë. Këto raste janë raste të cilat klasifikohen në 3 kategori. Kategoria e parë janë kryesisht raste me gastroenterite pa temperaturë, të cilat kanë lidhje me to simptoma që i takojnë stinës, të nxehtë, stinës së verës. Kemi raste të tjera të cilat janë enteroviroza shumica, që kanë jo vetëm të vjella, kanë dhe diare, por kanë dhe temperaturë, e cila varion në shifra të ndryshme, që mund të jenë nga 38, 38,5, ka dhe raste 39. Mjekët apelojnë që prindërit të tregojnë kujdes të shtuar gjatë kësaj periudhe, duke shmangur ekspozimin e fëmijëve në orët e pikut të vapës dhe duke respektuar rregullat e higjienës. Të mos i lejojnë të dalë në pikun e vapës, sepse temperaturat kanë qenë shumë të larta. E dyta, duhet që të hidrohen mirë, pra të pinë lëngje, dhe lëngu kryesor është uji. Dhe ky ujë duhet jetë i kontrolluar, sepse një pjesë e këtyre enterovirozave apo infeksioneve bakteriale transmetohen edhe nëpërmjet ujit. Fatmirësisht deri tani nuk e se kemi patur vatra, se kur transmetohet nëpërmjet saj ka shumë fëmijë të cilët mund të paraqiten. E dyta është higjiena personale, larja e duarve. E treta është ruajtja e ushqimeve apo larja e atyre produkteve të cilët kanë nevojë për larë. Perimet, frutat duhet të lahen përpara se të konsumohen. Sipas shefit të shërbimit të pediatrisë, në rast se fëmijët shfaqen simptoma, ata duhet fillimisht të konsultohen me mjekun e familjes, i cili do të ndjekë ecurinë e gjendjes. Nëse situata e kërkon, fëmijët referohen në urgjencë ose në shërbimin e pediatrisë, ku mjekët vendosin trajtimin e duhur për secilin rast. Aktualisht në repartin e pediatrisë në Spitalin e Korçës janë të shtruar 11 fëmijë.